synohet që në orët në vazhdim të gjitha këto të rikuperohen. Përsa i përket në stacioneve, janë të gjitha funksionale në rang vëndje përveç 2 stacioneve të cilat kanë akoma prezencë të ndjeshme të ujit, do të thoja që është ai i Kafarajt dhe i Poçemit. Megjithatë, me rënien e nivelit të Vjosës, shpresojmë që shumë shpejt të dyja në stacionet pasi të pastrohen dhe të krijohen gjithë kushtet e sigurisë të ose në funksion. Përsa i përket kaskadës, kaskada ka pasur prurje të cilat mund t'i quajmë rekord, kemi arritur edhe 3000 m3 për sekond në liçenin e Fierzës, gjithashtu ka pasur prurje 2500 m për sekond në liçenin e Komanit. Kuota e liçenit të Fierzës, sipas raportimeve të orës 8, ka arritur në 289.77 metra, prurjet në këto momente kanë rënë, janë 1500 m3 për sekond, ndërkohë që punojnë, nuk kemi bën punë asnjë nga agregatët, duke ruajtur kështu nivelin. Përsa i përket Komanit, kuota ka arritur në 173.27 metra, prurjet në këto momente janë 950 deri në 500 m3 për sekond, ndërkohë që kemi një agregat në punë, ndërkohë që në vallën e Dejës kuota ka arritur 74.94 metra, prurjet në këto momente janë nga 690 deri në 60 m3 për sekond. Kemi prurjet kontrolluara tashmë pa asnjë problematik për hapjen e portave, në ndërkohë janë në punë të 5 agregatët. Sigurisht duke pasur parasysh edhe vazhdimsinë e kushteve atmosferike, si forcat e armatosura, ashtu edhe aviacionit civil, kanë njoftuar që do ketë rreshtje edhe gjatë ditës sotme, por janë rreshtje mesatare dhe me prurje të ulta. Nga ana tjetër ne presim që gjatë mesnatës sonte të ketë një agravim të rreshtjeve, por kuotat na lejojnë që të menaxhojmë gjithë situatën duke mos shkarkuar pra në mënyrë të pakontrolluar në fushkodër. Përsa i përket akseve rrugore, akset rrugore janë të gjitha funksionale. I referojmë këtu akseve kombëtare. Jemi në dieni gjithashtu që ka pasur problematika në akset rurale të cilat mirëmbahen kryesisht nga bashkitë. Ka pasur një angazhim për të ndihmuar edhe bashkitë nga autoriteti rrugor shqiptar dhe nga të gjithë kontraktorët. Kryesisht ka pasur aluvione, ka pasur inerte të cilat kanë zbritur nga skarpatet e maleve, madje edhe rrugë që janë konsoliduara prej vitesh, siç është aksi nga Gjirokastra në Tepelen, në shkallën e Zez, së bashku me Mirelën kemi ndjekur gjithë situatën, kemi pasur aty rënje inertesh nga skarpatet mbi skarpatet e kontrolluara të rrugëve, e përmendët dhe ju, edhe rrugë që janë konsoliduar. Fakti që kemi pasur shumë zjarre, fakti që ka mungesë bimësie në zonën e jugut e ka bërë shumë sfiduese situatën për mirëmbajtjen e rrugëve, megjithatë i gjithë territori është i aksesueshëm. Unë do përfitoja nga rasti për të bërë një thirrje, duke qenë se temperaturat janë ulur ndjeshëm 24 orët e fundit, kërkohet që të gjithë drejtuesit e automjeteve, të cilët aksesojnë zona ku ka prezencë ngritëse apo të bore, duhet përdorin gomat e dimrit ose zinxhirët sipas rastit dhe kërkesës. Policia e shtetit ka qenë gjatë gjithë kohës në komunikim, autoriteti rrugor gjithashtu, dhe është shumë e domosdoshme pasi vërejmë që nuk ka një sensitivitet përsa i përket përdorimit të gomave të dimrit, sidomos në zonat ku ka prezencë të ngritës, që është akoma dhe më e rrezikshme se nga bora. Përsa i përket aeroportit të Rinasit, aeroporti i Rinasit është totalisht funksional, vetëm gjatë datës 6 dhe 7 kemi pasur disa devijime të uljeve dhe ngritjeve nga Tirana dhe devijimet kanë ndodhur për shkak të shkarkimeve elektrike që kemi pasur gjatë dy ditëve për shkak të stuhis, ndërkohë që me rishjet e shiut situata është komplet e menaxhuar. Vonesat kanë qenë minimale, ndërkohë janë bërë lajmërime të herpasershme për të gjithë udhëtarët për t'i mbajtur ata në një informacion dhe për të mos pritur gjatë. Përsa i përket portit Durrësit ka qenë funksional, nuk kemi pasur problematika dhe vonesa, ndërkohë që në ditën e sotme në ulësirën perëndimore presim rritje shpejtësisë së erës. Dje kemi pasur erë deri në 17 metra për sekond, ndërkohë që pritet që sot të arrijë mbas mesditës deri në 25 metra për sekond, çka do ta bëj të vështirë lundrimin. Kemi një parashikim që do të jetë pra
do të përballemi me era nga 5 deri në 6 ball në të gjithë zonën e Adriatikut, në të njëjtat ball shkon dhe zona e Jonit dhe duhet kemi parasysh që lartësia e valëve arrin nga 3 deri në 4.5 metra. Shumë faleminderit. Duke